Shikues nderuar, ju përshëndes, do jemi së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin në Kosovë dhe në Serbi. Presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi se Serbia e ka kuptuar mesazhin e dërguar me nënshkrimin e memorandumit ndërmjet Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës lidhur me fushën e mbrojtjes dhe tha se Serbia ka doktrinën e saj me të cilën do të arrijë të ruajë ekuilibrin dhe të mbrohet nga çdo agresor potencial. Vučić tha për TVP në lidhje me aleancën mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë në fushën e mbrojtjes se është shumë i shqetësuar që po bëjnë këtë dhe theksoi se Kroacia është një vend shumë i fuqishëm në aspektin ushtarak, por edhe se për herë të parë Serbia ka një ushtrim të fortë. Ne i kuptojmë ata dhe jemi shumë të shqetësuar për atë që po bëjnë, por ne kemi doktrinën tonë me të cilën jam i sigurt se do të arrijmë të ruajmë stabilitetin, si dhe të mbrohemi kundër çdo agresori të mundshëm, theksoi Vučić, i cili gjithashtu, duke folur për situatën në Bosnjë e Hercegovinë, shtoi se ai do të bëjë çmos për të gjetur një mënyrë për të ulur tensionet, por gjithashtu paralajmëroi se do të ishte një katastrofë plot nëse Milorad Dodik do arrestohej dhe shtoi se ai shpreson se askush nuk është aq i çmendur sa për ta bërë këtë.